Jullus, gjithë juve këtu, gjithë qytetarët e Kosovës, të vetë jesohen, në veçanti, për hir të Allahut, edhe njerë, për hir të Allahut, i bëj thirrje të gjithë hoxhallarëve, në veçanti imamëve në tërë Kosovën, që në hutbet e tyre të gjumos, qysh nga sot e deri në realizimin e kërkesave tona, të flasin vetëm për këto gjëra për çka ne jemi mbledhur këtu. Për hir të Allahut, i bëj thirrje çdo njerit, çdo qytetarit shqiptar të Kosovës, që ndjen veten musliman, që në çdo vend, në familje, në rrugë, në shkolla, në fakultete, vende të punës, aty ku ata punojnë dhe jetojnë, kudo që të ndodhen, të flasin vetëm për këto kërkesa tona dhe padrejësitë që jo të na bën.